apo kalojmë nga një diaspore detyruar, se ti e hape këtë temë në fillim, thonë gjenerata cila që e detyruar të shkoj prej vështirësive ekonomike, presionit ekonomik, politik, e të dyja të përbashkuara sepse ishte pjesë e presionit kundër shqiptarëve në atë kohë, apo kalojmë prej diasporës të detyruar në diasporë të zgjedhur. Pra, në momentin kur jemi të lirë, momentin kur e kemi shtetin tonë, tash themi, po e kemi pak ma mirë nëse sot shkojmë në Zvicër, ose në Gjermani, ose në Suedi, ose ku do tjetër. Rrethonat kanë qenë të tilla, unë kam shumë miq me origjinë nga Kosova, të cilët janë jashtëzakonisht aktiv në sektorin bankar në Zvicër dhe në sektorin e auditimit. Dhe me dy miq të mi që po bisedoja para disa ditësh pas një ose 2-3 teksteve problematike në mediat zvicrane që kishin bënin kështu me një nënton paksa racistë ndaj shqiptarëve, dhe të dy më thanë mos u bë as pak merak. Ne jemi një komunitet i etur për sukses. Se problemi edhe i shumë them gjenerata e zvicranëve, të cilët kanë ndoshta vetëm problem si ta menaxhojnë trashëgiminë që trashëgojnë nga familjarët dhe nuk kanë ndoshta ndonjë nxitje ose ndonjë etje të madhe për sukses. Ky sukses vrehet dhe kjo dëshirë për sukses vrehet shumë te një pjesë e shqiptarëve. Pastaj një pjesë e njerëzve që kanë arritur jashtëzakonisht shumë në sektor të ndryshëm të Zvicrës, përmes ndikimit të tyre që kanë në sektorin bankar ose në sektorin e auditimit, po ndikojnë që të hapen vendet punës në Kosovë. Më thonë, këtu do të ketë një perspektivë shumë më të gjerë se deri më tani, sepse kur e krahasojon kur niseshim ne në vitin 1986-87 me tren nga stacionet e trenit në Zvicër, atëherë njerëzit shtyheshin se kush e ka një magnetofon më të mirë për t'ia prezantuar fshatit, kush e ka magnetofonin me një kaset apo me 2 kaseta, dhe shtyheshin se cili magnetofon po e transmeton cilësinë më të mirë të zërit të këngëve të Dervish Shaqës. Po pastaj duke qenë të shtypër, kur i afroheshim stacionit parë në Jugosllavi, Jesenicës, pak përtej Fillahut, domethënë që është qyteti austriak para Fillahut, hapeshin dritaret e vagonit të trenit dhe njerëzit nga frika i hidhnin kasetat në terrin para se të futeshin në Jugosllavinë atëhershme. Ky është dallimi jashtëzakonisht i madh dhe unë jam shumë optimist se e ardhmja e diasporës tonë vetëm sa ka filluar, por duhet një organizim shumë i madh, unë prapë kthehem te çështja e angazhimit politik. Natyrisht që njerëzit kanë dy shtetësi, mund të marrin pjesë në zgjedhje dhe në Kosovë, por unë mendoj që njerëzit duhet të koncentrohen pikë së pari në politikën ku ata jetojnë, sepse aty pagojnë taksa, aty i vrejnë edhe efektet e politikës që vendoset, që ndërmerret, ligjet që miratohen, dhe në këtë drejtim unë mendoj që këtu duhet punohet shumë më tepër. Isha duke menduar edhe tash, domethënë edhe para se të fillojmë bisedën, edhe me këtë analogjinë me perën e kuqit të Sami Frashërit. Sari Frashëri fillon në veprën e tij, Shqipëria ç'ishte, ç'është dhe ç'do bëhet, e përshkruan Shqipërinë ideale të 80.000 kilometrave katror, i vizaton kufit, thot deri dikun te Novi Pazari, dhe Knej deri dikun ka Velesi, në Lindje. Edhe prej atij projekti, i cili fillon me idenë e Shqipërisë etnike, 100 kusur vjet më pas, rrim në idenë, natyrisht lindja e Kosovës si shtet, po rrim në idenë e shqiptarive, jo të Shqipërisë, por të shqiptarive, domethënë të shteteve ku shqiptarët ose as shteteve, komuniteteve politike, të quajmë ashtu, ku shqiptarët janë në një shumicë reprezentative dhe në Cyrihu do të ishte për shembull ose disa segmente të Cyrihu do të ishin ose të kantoneve të tjera. Si po duket kjo evolim? Pikë së pari, mendoj që Cyrihu si qendër
para se të ketë, domethënë, ambasada, konsulata, ky është hapi i parë, domethënë ato janë shumë të nevojshme. Po mendoj që në Zyrich, Kosova dhe Shqipëria bashkë duhet kishin një qendër serioze kulturore, ku do duhej të promovohej kultura shqiptare, por jo vetëm kultura shqiptare në kuptimin e kulturës që ne e konsumojmë këtu mes nesh, por një kulturë që ja prezantojmë edhe të tjerëve. Shpesh njerëzit në prezantimet e librave që kemi bërë në Zyrich, shpesh njerëzit thonë nuk po kemi një libër në gjuhën gjermane të shkrimtarëve nga Kosova që mund të adhurojmë zvicranëve. Dhurojnë libra të Ismail Kadares, që është fantastike të dhurosh libra të Ismail Kadares, por Kosova është një entitet i veçantë politik, ka një kulturë politike, ka një kulturë shkrimore, por ne në këtë drejtim nuk kemi bërë sa duhet, dhe mendoj që kjo do të na hakmerret në të ardhmen, sepse në fundit më duket pak absurde, po unë e shoh zhvillimin e shqiptarëve në përbërjen e mysafirëve në dasmat e Kosovës gjatë verës. Ndonë se unë përpiqem t'i bojkotoj shpesh, por aty këtu më ka ndodhur. Para 10-15 viteve, mysafirët kanë qenë të gjithë shqiptarë. Tani, po flas për dasmat që zhvillohen, domethënë, ose që lidhen, ose martesat që lidhen mes njerëzve që jetojnë në diasporë dhe njerëzve që jetojnë në Kosovë. Tani, 1/3 ose gjysma e mysafirëve vijnë nga Zvicra. Domethënë, ky është një zhvillim jashtëzakonisht i madh. Domethënë, kontaktet mes njerëzve nuk mund ndoshta të takoni zviceran i cili nuk ka një mik shqiptar, një lidhje me Kosovën, të tregoj. Ne po ecnim para disa ditësh në një pjesë të Alpeve zvicerane dhe takuam një çift zviceran që ishin rreth moshës 80 vjeçare, dhe ata po na tregonin se si në vitet 70-ta kanë qenë në Prizren, se unë po mendoja që kanë qenë viteve të fundit dhe kanë vizituar ndonjë ushtar zviceran që ka shërbyer këtu në kuadër të kontingjentit zviceran të KFOR-it. Domethënë, kemi jashtëzakonisht shumë shqiptarë të cilët vinë për të shërbyer në kuadër të ushtrisë së Zvicrës, dal ngadalë njerëz që depërtojnë në institucione, dhe në këtë drejtim mendoj që do të ketë një evoluim të jashtëzakonshëm, por këtu do të jetë më aktiv edhe si Tirana si Prishtina. Kur e përmendë Tirana dhe Prishtinë, është një poezi e Teodor Kekos e vitit 1992, quhet Etyd tragjik, edhe fillon kështu: është natë, po flenë shqiptarët, si engjëj, janë të gjithë bashkë, po nesër kur të zgjohen, do zgjohen edhe djajt. Po, për fatkeq, shpesh kjo është dëshpëruese, dhe kjo pengon shumë edhe organizimin e shqiptarëve edhe në diasporë, edhe këtu po edhe në diasporë. Unë shpesh them që ka mjaft shoqata, dhe arsyeja vetme e ekzistencës atyre shoqatave është që t'i bëhet qefi kryetarit, të cilit shkojnë në një dyqan, ja blejnë një kravat, mundësisht edhe ja lidhin se nuk di ta lidh, dhe pastaj t'ja lidhatojnë egon duke i thënë kryetar, po realisht nuk ka ndonjë aktivitet. Dhe unë mendoj që do duhej të kishte një bashkëveprim shumë të madh mes grupeve të ndryshme që shqiptarët të funksionojnë edhe si kolektivitet. Takova para disa kohësh një muzikant, një pianist të shkëlqyeshëm nga Gostivari, i cili jeton në Zyrich, dhe ai më tregonte se si komuniteti rus në Zvicër ndon bursa për muzikantë të ri rus. 300.000 shqipfolës, shqiptarë në Zvicër, nuk janë në gjendje të bëhen bashkë të financojnë një aktivitet të denjë kulturor. Dhe këtu nuk po flas vetëm për këngëvalle në gjuhën shqipe, të cilat sigurisht janë interesant, por të cilat kanë një publik të ngushtë. Nuk janë të gatshëm të ndikojnë në organizime politike, ku do të përkrahnin politikan të ndryshëm zviceran, të cilët janë të dëshmuar si mbështetës jo vetëm të komunitetit shqiptar, po edhe të historisë së zhvillimit të Kosovës. Dhe këtu
sinqerisht nga njëherë jam edhe pa fjalë kur e shoh potencialin jashtëzakonisht të madh. Isha para disa ditësh në një organizim në Zyrich, një shoqat kishte organizuar shitjen e pikturave për t'i përkrahur gratë në Kosovë që janë të smura nga kanceri në gjë. Dhe brenda 40 minutave u shitën aty 16-17 piktura dhe u mblodh një fond prej 22.000 frank, që ishte e jashtëzakonshme. Thonë, në momentet e caktuara, si individ, funksionojmë shumë mirë, por në atë qast kur duhet të funksionojmë si kolektivitet, këtu fillojnë anonimizitetet e ndryshme, mosdurimi njëri tjetrit, por besoj që është edhe çështje pak e gjeneratave, dhe mendoj që gjenerata e pas luftës, se atyre që tani janë faktikisht brezi i Republikës, i mbretësisë dhe i shtetësisë Kosovës, djem dhe vajzat rritur në Zvicër me shtetësi zvicrane dhe pa komplekse dhe pa dëshirë për të futur në ngatresat publike kosovare, ata mendoj që do t'i kalojnë këto banalitetet të skaluarës.